Një inspektor dhe ish kolegi i tij, punonjës të Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial, janë vendosur në masigurie nga gjykata e posaçme, pasi akuzohen nga SPAK se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë marrë rishfet lidhur me mbulimin e një aktiviteti tregtar pa leje në qytetin e Korçës. Masa e arrestit nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u vendos në datë 23 shtator, por sipas SPAK, ekzekutimi i saj u krye vetëm një ditë më parë. Në njoftimin e SPAK thuhet se gjykata vendosi arrest me burg për shtetasin me inicialet OJ, inspektor, dhe arrest në shtëpi për shtetasin me iniciale LS, ish inspektor në të njëjtin institucion. Procedimi penal ishte regjistruar më 5 mars 2025 pas referimit nga Prokuroria e Korçës. Hetimet proaktive dhe metoda speciale të Byros Kombëtare të Hetimit zbuluan se më 1 nëntor 2021, dy inspektorët kishin marrë 900.000 lekë dhe $10.000 amerikan nga një subjekt privat me inicialet JS, i cili ushtronte aktivitet pa licencë dhe dokumentacion ligjor. Në këmbim të rishfetit, ata nuk ndërmorën masa administrative, duke i mundësuar subjektit të vijonte veprimtarinë në kundërshtim me ligjin. Të dy zyrtarët po hetohen për veprat penale të korrupsionit aktiv dhe korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike të kryera në bashkëpunim. Hetimet kanë provuar se kjo shumë është marrë nga dy inspektorët e ishtit të caktuar për inspektim tek subjekti privat JS me vendodhje në Korçë, me qëllim për të mos e ndëshkuar me masë administrative subjektin, i cili ushtronte aktivitet tregtar pa dokumentacionin e nevojshëm tekniko-ligjor dhe licencën përkatëse.